Shoqata humanitare Bereqeti ka filluar përgatitjet për muajin e Ramazanit me qëllim të mbështesë familjet në nevojë në prag të këtij muaji. Vetëm gjatë ditës së djeshme në ambientet e Bereqetit kanë bërritur 7 maune me pako ushqimore, të cilat do të shpërndahen tek familjet përfituese gjatë ditëve në vijim para fillimit të Ramazanit. Jemi në depon kryesore këtu të shoqatës Bereqeti, ku po pranojmë 6 maune me pako ushqimore që bojnë gjithsej 6.000 pako ushqimore familjare, por edhe një maune është me 24 ton ushqime të cilat do të shërbejnë për 3 kuzhinat humanitare që i kemi në Pej, në Mitrovica dhe në Fushë Kosovë. Këto produkte që vinë si dhuratë nga Drejtoria e Vakëfeve të Turqisë për vitin e 10 me radhë e bëjnë edhe më të veçantë bashkëpunimin mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe asaj të Turqisë. Ne për muajin e bekuar të Ramazanit kemi tani aksionin tradicional Sofra e Ramazanit që vetëm kanë fillu përgatitjet dhe kjo ndihmë që sot na erdhi neve nga Drejtoria e Vakëfeve është e mirëseardhur sepse është traditë e bashkëpunimit mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe Drejtorisë së Vakëfeve. Shoqata Bereqeti si tradicionalisht edhe këtë vit organizon aksionin Sofra e Ramazanit, që ka për qëllim të mbështesë jo vetëm familjet me kushte të rënda ekonomike, por edhe të beqatoj iftarët për gjatë gjithë muajit të Ramazanit.